janë kombëtare që kanë në përbërjen e tyre dhe në organikën e tyre lojtarë të klasit botror. Po para se të shkoja tek çerek finalet, janë luajtur gjithsej deri tash, domethënë 100 ndeshje. 100 ndeshje, po. Ku kanë prodhuar shumë gola, rreth 310 gola, mesatarisht 3.1 gola për ndeshje. Pra që do të thotë ka pasur spektakël, ka pasur intensitet, janë dhënë penallti, rreth 30 penallti, kartona po ashtu ka pasur, por gjithashtu e çuditshme ka qenë që ka pas niveli i kartonave ka qenë i të verdhë ka qenë më i ulët, ndërsa i të kuqve në raport me botrorin e Katarit ka qenë më i lartë. Domethënë rreth 13 kartona të kuq, dhe kjo si pasojë e ndryrjeve të varit me rregulloren, me rishikimin e kartonave të dy të verdh, ajo që ndodhi dhe dje në ndeshjen me midis Argjentinës, që deri diku e penalizoi edhe Zvicrën ajo, sepse me shumë mundësi skuadra e Zvicrës ishte arrestuar jashtëzakonisht shumë mirë në bllokun e mesëm, nuk lindte shumë hapësira, e detyronte gjithmonë Anglinë që të luante në krah. Por nga ana tjetër kemi parë dhe një futboll që ka pasur ritëm shumë të lartë, domethënë për sa i përket minutazhit efektiv ka qenë shumë i lartë. Kemi pasur një futboll ultra ofensiv, një pressing shumë të lartë, pra skuadrat, kryesisht të skuadra që kanë kaluar në teqe dhe sidomos që janë në katërshe, janë karakterizuar nga një lojë shpejtë dhe nga një rikuperim topi brenda 5-8 sekondash.